Bismillahirrahmanirrahim. Shpresoj dhe lutem që të gjithë të jeni shëndoshë mirë. Lexova ditën e sotme një ngjarje shumë interesante, në thelbin e së cilës ka një mesazh shumë të madh për secilin prej nesh. Një grua me 2 jetime që ngel e vetme pasi i shoqi ndahet nga jeta. Pa shtëpi dhe e dëbuar nga familjarët, ajo detyrohet të gjejë një shtëpi me qira. Nuk kalon shumë dhe i zoti i shtëpisë kërkon shtëpinë dhe ajo ngelet pa qati. Merr 2 jetimet dhe largohet nga vendi ku jetonte, meqense se të gjitha dyert thuajse i ishin mbyllur. Dhe duke ecur dhe duke kërkuar, ajo strehohet pranë një vendi thuajse të braktisur. Nuk kalon shumë dhe një njeri i njohur në atë zonë, për fjalen e tij, për bamirësinë e tij, e takon dhe kjo zonjë e nderuar mbledh forcat, krenarin, ujin e fytyrës dhe i shpjegon hallin e saj. Çuditërisht, zotnia nuk e beson. I thotë, a ke ndonjë argument për këtë që flet? I thotë, po jam e huaj në këtë tokë, unë jam e huaj në këtë vend. Ai largohet, nuk e pranon arsyetimin e saj. Ajo nuk dëshpërohet, nuk thyhet, nuk e humb shpresën dhe vazhdon të kërkoj. Derisa mbërrin tek një burr i moshuar, të cilit i hap zemrën dhe i tregon për hallin e saj. Ai zotni, çuditërisht, pa asnjë lloj pyetje, pa asnjë lloj sqarimi, i thotë të më presësh dhe dërgon gratë e tij tek kjo zonjë. Pra, gruan, vajzat, motrën, pra gratë e familjes. Dhe shkojnë, marrin 2 jetimet dhe i sjell në shtëpinë e tij ku kishte një hapësirë shumë të madhe. I japin për të ngrënë, për të pirë, rahatohen, qetësohen dhe ky zotni i garanton ato. Nuk kalon shumë dhe personi i parë që kishte pyet edhe kishte kërkuar argumente, vjen dhe troket në derën e zotnisë. I thotë, unë e kam marrë vesh se ti ke strehu një gru dhe i tregon për rastin. I thotë, në fakt, unë e takova për herë të parë dhe nuk e besova në atë çfarë thoshte. Mirë po, gjatë gjithë natës mendova dhe thash, si ka mundësi? O është një gru e dëshpëruar, e braktisur, me 2 jetime, po si nuk e mora, po si nuk e ndihmova. Burri fisnik i zotit shtëpisë, që kishte strehu nanen me 2 jetime, buzëqeshtë dhe i thotë, miku im, kërkesa jote për argumente ja kaloi zemrës time që nuk hezitoj të pranonte të bante mirë për këtë gru dhe 2 jetimet e saj. Kur mundësia për të bërë mirë të ikë për duarsh, ajo nuk blehet ma as me pasunit e kretë botës. Një mesazh shumë i madh, një mesazh shumë i rëndësishëm për gjithë secilin prej nesh. Domethënë, secili po të mendoj, do të kaloj në hatrin e tij sa raste që ka pas mundësi për të bërë mirë po për një arsye një tjetër, për ndonjë paragjykim a arsyetim, është largu, e ka kthy kokën. Ndërkohë më vjen në hatër një rast. Po ndihmonim një person dhe dikush u ofrua dhe tha, po pse ndihmoni këtë njeri? Ai është mashtrues. Unë vuna buzën në gaz. Edhe i thash, ne Allah Azza wa Jall na shpërblen për njëtin ton. Jo për paragjykimin apo fjalët që ti mund t'i dish ma mirë se sa ne. Nëse ne kemi ndihmu, kemi ba mirë, edhe kemi dëshmu fisnikrinë tonë, dhe jemi përgjigjë thirrjes së Allahut Azza wa Jall për të ndihmuar nevojtarët, siç është edhe rasti i këtij personi. E nëse ti din se ajo është e kundërta, ti shpërblehesh për dijen tënde dhe këtu mbyllet historia. Të dashur të shtrenjtë. Ne jemi në muajin e mallnueshëm të Ramazanit, por edhe jashtë Ramazanit, muslimani është i ftuar në çdo kohë për të bërë mirë. Melekët thrasin në këtë ditë, në çdo kohë, që o ti që bën mirë, vrapo. O ti që bën keq, freno, ndalo. Është momenti që ti kujtojmë njëri tjetrit mirësitë e mëdha të Allahut Azza wa Jall me të cilat jemi rrethu. Dhe mos të kursehet askush prej nesh për të bërë mirë, për të ndihmuar, për të thënë një fjalë të mirë, për të përhap nevojën e dikujt që ka nevojë për ndihmë. E ndoshta nuk kemi mundësi ta ndihmojmë me njëherë, por të paktën bëhemi shkak që
halli i dikujt të më rrinë tek dikush që ka mundësi për t'ju përgjigj asaj kërkese. Prandaj siç thotë edhe Allah subhanahu wa taala në Kur'anin famullar, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Pra garoni, pra sa më shpejt garoni dhe angazhohuni drejt faljes së Allahut dhe drejt xhennetit që është i gjanë sa gjënësia e qiejve dhe e tokës dhe që është përgatit për njerëzit e devotshëm. Kush janë këta? Alladhina yunfiquna fi sarra'i wad darra. Ata që shpenzojnë edhe japin, edhe kur janë mirë, por edhe kur janë të ngushtuar. Wal kazimin al ghayz, edhe ata që vetë frenohen dhe vetë përmahen, kur edhe mund të revoltohen, edhe mund të zemrohen. Wal kadhimin al ghayza wal afina anin nas. Edhe ata që i falin njerëzit. Do të dini se Allahu yuhibbul muhsinin. Allahu i do vepërmirët. Allahu na baf prej tyre. Allahu ju dashur.